me disa të ftuar. Bëhet fjalë për Giorgio Petrelli, CEO i Nipek Estetika, Warda Qevani, menaxhere e Nipek, por gjithashtu do të jetë edhe përkthyese për të na ndihmuar në bisedë, si edhe studenti i New Generation Muhamet Pushaj. Mirë se erdhët, kemi edhe modelen në studio, tek e cila do të realizohet trajtimi, le të themi, nëse mund ta quajmë kështu. Sot do të flasim për diçka shumë të rëndësishme. Përpos rëndësisë që ka çdo trajtim estetik, rëndësi të madhe shumë ka edhe kuptimi se për çfarë trajtimi është nevoja. E për të realizuar kjo, bëhet një lexim i trupit 360 gradë, apo jo? Esatto. Dhe pikërisht për këtë do të flasim sot. Oggi parleremo della corretta lettura del corpo prima di un trattamento estetico. Sot do të flasim për leximin e duhur të trupit para një trajtimi estetik. Po do të bëjmë edhe leximin, me që... Leximi i trupit, po. Iniziamo con una domanda. Do fillojmë me një pyetje. La ritenzione idrica e la cellulite sulle gambe. Mbajtja e ujit dhe celuliti në këmbë. Siamo convinti che la causa sia nelle gambe? Jeni apo jemi të sigurt që shkaku është te këmbët? Po ta bën ty pyetjen. Generalmente la risposta è no. Në përgjithësi, ti si do mendoje? Po, ndoshta, unë jam gjithmonë e ndoshta. Molti, se parliamo un'estetica più superficiale, la risposta è sì. Nëse flasim për një estetik më sipërfaqësore, përgjigjja do të ishte po. Noi siamo abituati alla velocità, alla dieta miracolosa. Ne jemi mësuar me shpejtësinë e dietës që bën mrekulli, trajtimit që bën mrekulli. Ne jemi mësuar të kërkojmë. Siamo abituati a chiedere sempre. A chiedere sempre e velocemente. Dhe në mënyrë të shpejtë. Ed è per questo che non abbiamo mai dei risultati o difficilmente definitivi. Dhe kjo është arsyeja pse nuk kemi rezultate ose është shumë e vështirë që të jemi përfundimtarë ato rezultate. Allora, io sono un CEO di un'azienda che vende macchine. Unë jam CEO e një kompanie që shet pajisje. Avrei potuto portare una macchina rivelatrice che risolvesse tutti i problemi. Mund t'ju sillja një pajisje që t'ju thosha që ju zgjidh të gjitha problemet. Ma vi avrei raccontato una bugia. Por do t'ju kisha thënë vetëm gënjeshtra ose një gënjeshtër. Perché il 70% di un trattamento estetico sepse 70% e një trajtimi estetik è concentrato nel primo appuntamento. Përqendrohet në takimin e parë. Quindi riuscire a capire perché si crea un effetto cellulite o ritenzione idrica. Pra të jemi në gjendje që të arrijmë të kuptojmë pse krijohet një celulit ose mbajtje ujrash. È una soluzione più definitiva. Dhe një zgjidhje më përfundimtare. Rispetto a togliere la cellulite e poi chiaramente ritrovarsi lo stesso problema in maniera ciclica. Në krahasim me heqjen e celulitit dhe pastaj të gjendemi përsëri në mënyrë ciklike me të njëjtin problem. Ok, adesso lo spieghiamo e lo facciamo vedere direttamente. Tani do ta shpjegojmë dhe do t'ju bëjmë që ta shihni drejt. Përpara se të vazhdojmë, më tregoni pak se sa zgjat si procedurë e gjithë kjo pjesa e kuptimit, e leximit. Sa kohë të duhet për të lexuar? La parte della lettura del corpo è innanzitutto semplice. Atëre, për sa i përket leximit të trupit, në radhë të parë është e thjeshtë. Dura circa 10 minuti, 15 minuti con piccole correzioni. Zgjat pothuajse 10-15 minuta me korrigjime të vogla. Sfrutta degli strumenti della tradizione orientale. Mund të përdor disa instrumente të traditës lindore, orientale. Quindi noi vedremo dei riflessi dal piede. Pra do shikojmë disa reflekse tek këmba. Dei riflessi dal bacino. Reflekse tek zona e bacinit. Dei riflessi dal naso. Disa reflekse tek pjesa e hundës. Che ci daranno l'opportunità di capire effettivamente dove la signora ha dei problemi. Që do na japin mundësinë të kuptojmë se ku zonja ka problematika. Kjo bëhet e njëjta gjë për çdo person që vjen? Apo shikohen gjëra të ndryshme në varësi të problematikës? Esatto, no, la lettura noi abbiamo diversi sistemi, quindi l'estetica è una vetrina del nostro negozio. Atëre, estetika le të themi që është një vetrinë e permette di vedere tutto quello che stiamo vendendo alla gente. Dhe na jep që të shohim çdo gjë që ne jemi duke i shitur klientëve. È quello che chiamiamo effetto, quello che si vede. Dhe kjo është ajo që ne themi efekti, pra ajo që shihet.
Ideja është që ne na intereson të dimë se çfarë ka brenda dyqanit. Quindi le cause che creano un inestetismo Pra, arsyet ose shkaqet që mund të shkaktojnë një inestetizëm, sono metaboliche, që mund të jenë metabolike, strutturali, struktura e trupit, emozionali. emocionale, Uguale risultato estetico. që do të thotë është baras me rezultatin estetik. Non è causa. un Nuk është risultato shkaku. estetico. Në rregull. Shumë të qartë. Nëse ke diçka për të shtuar përpara se të vazhdojmë në aksion. Ma intanto possiamo già vedere man mano che ci muoviamo da dove si parte. Io ho portato Mohamed. Meti. Metti? Meti do duhet të mbaj mikrofonin, po. Po, atëherë do t'ju tregoj, thotë, se si do vazhdojmë, ndërkohë kam sjell edhe Metin me vete që do ta asistoj. Esatto. do ta Meti është ndihmoj. student aktualisht në New Generation, edhe kam përshtypjen që disa prej teknikave që do të Meti è shohim, uno studente pensionista. i ka mësuar ose do t'i mësoj gjatë. Estetico. Meti është fizioterapist estetik, kështu që Adesso io di solito in questi appuntamenti sono apparso in camicia. unë zakonisht në këto, kur bëhen këto lloj takimesh, Vesh janë me këmish. Oggi këmishë. ho una veste leggermente diversa. Sot kam një veshje pak a shumë ndryshe. Essendo lui fisioterapista, io sono fisioterapista e kinesiologo e ho lavorato 25 anni Duke qenë con se le persone. Meti është fizioterapist, unë jam fizioterapist kineziolog dhe kam punuar për E da qui è 25 nata vitesh me l'esigenza njerëzit. di creare un sistema con le macchine che andasse oltre alla stessa utilizzo stiro Dhe këtu e ammiro. Dhe këtu lindi nevoja që të krijonim një sistem me pajisjet përtej asaj metodës që thjesht e shtri dikë dhe Po, dhe punoj vazhdon me dhe pajisjen. vazhdoj me pajisjen. Pra Po. duhet të jetë diçka më e plot. Adesso possiamo passare alla pratica, intanto possiamo vedere insieme e guarda ci guida. Tani ndërkohë mund të Mi kalojmë në sposto. praktik, thot, Allora- edhe do shikojmë dhe Warda do. Generalmente si fa sdraiare una persona, si cerca di guardarla in piedi. Dov'è la camera che guarda? La camera lì. Dovrei girarmi. Ok. Andiamo a fare semplicemente una misurazione della persona. Atëherë, në përgjithësi analiza fillohet kur Possiamo personin vedere e kemi tutti në quanti, këmbë. mi posso spostare. Dhe La këtu ne do signora fillojmë dhe do shikojmë një ha la matje gamba të destra zonjës. leggermente più corta. Dhe do shikoni që zonja ka këmbën e djathtë pak më të shkurtër. Ok, si chiama sindrome della gamba più corta. Dhe quhet sindrome In e realtà këmbës më non të ha la gamba shkurtër. più corta, Por në të vërtetë nuk është se ka këmbën e shkurtër, ma una torsione del bacino. por ka një shtrembërim të Se noi andiamo a bacinit. fare questo secondo test, molto relax, chiedi. Relakso. Questo è il movimento a Nëse ne bëjmë sinistra. këtë testin tjetër, kjo është lëvizja Questo è il majtas, movimento a destra. È kjo është bloccato. lëvizja djathtas dhe po ta vini re është e bllokuar. Qui ha un blocco, quindi lei ha un problema di torsione. Io già comincio a sapere che avrà più problemi di ritenzione idrica sul lato destro. Dhe duke qenë se këtu kemi një problem presioni, unë arrit të kuptoj që do kemi mbajtje të Adesso. ujrave në krahun e djathtë, sepse ka më shumë presion. Facciamo una leggera correzione. Do bëjmë një korrigjim të lehtë. Quindi faccio alzare un attimo sul lato. Ngrije pak turizin këtu ina. Ah, ok. Ok. Shtryo. Siç ishe, vendosu siç ishe. È sufficiente fare questa correzione Mjafton të perché, bësh këtë korrigjim attenzione, magicamente la signora si sblocca. që magjikisht zonja zhbllokohet Quindi, këmba. se io vado a far dimagrire, quindi a fluire la linfa Dhe në qoftë se unë vete të di bëj una dopsimin persona, dhe bëj të ma poi qarkulloj c'è una limfa, forte compressione dei muscoli, por kemi një kompresim të muskujve qui tek zona lombare, il risultato finale rezultati sarà përfundimtar momentaneo, do jetë thjesht i momentit, perché non fluisce tutto il sepse livello. do të thotë që nuk Quindi io più qarkullon in lirshëm. profondità cercherò di sbloccare la Pra, struttura Më në thellësi duhet të mundohem që ta zhbllokoj strukturën e dopo andrò a lavorare sull'estetica. dhe më pas duhet të bëj trajtimin Adesso, estetik. intanto io faccio questa manovra. Tani unë ndërkohë do bëj një Ok. manovër La tjetër. stessa situazione, attenzione, se noi andiamo a prendere questo principio che abbiamo adoperato sul piede è una correzione posturale. Se noi andiamo a Giorgio, prendere... devo tradurre Perdonami. saj. Atëre, e njëjta gjë, në qoftë se në këtë lloj rasti me këtë precim, unë duhet të bëj një presion tek pjesa e qafës mbrapa, Possiamo prendere dei punti e chiedere alla signora se sente più dolore su un lato o sull'altro. kapim disa pika dhe e pyesim zonjën nëse ndjen më shumë dhimbje në njërin krah apo në krahun tjetër. Avvertila. Ina mund të ndjesh pak dhimbje në një pjesë ku mund të Chiedi se ha più Prego. dolore a destra o a ke më sinistra. shumë dhimbje majtas apo djathtas? Djathtas. Ma djathtas po.
Questa që lidhet me zona, këmbë. questa zona Kjo zona këtu, in riflessologia vietnamita indica Në proprio la zona del gluteo. kjo zona këtu në refleksologjinë vietnamite përcakton pikërisht zonën e gluteit. Quindi, secondo strumento che ci può aiutare a fare una corretta lettura del corpo. Një instrument tjetër që ky është instrumenti i dytë që na ndihmon për të bërë se io vado a leximin e toccare- duhur adesso të richiediamo alla trupit. signora. Però lasciami anche tradurre. Tani do pyesim përsëri zonjën se në cilin krah ndjen më shumë dhimbje. Toccando il Të piede, djathtën apo të majtën, ku ndjen më shumë dhimbje? Ndjen përsëri dhimbjet tek e djathta. Pra problematikat i ka kryesisht nga ana e djathtë. quindi lei ha un Lidhen të problema gjitha. strutturale. Ka dhe një problem strukturor. E possiamo scoprire anche se ha bevuto abbastanza adesso. Dhe mund të zbulojmë edhe nëse ka pirë mjaftueshëm ujë. Chiedi se le faccio male, Të them? Unë po si. deve bere ujë. Duhet të pish ujë. Ok, quindi questa qui è una cosa molto interessante perché ci permette di capire da dove entrare. Kjo është diçka shumë interesante sepse na lejon që të kuptojmë që nga se si mund të nisim. Adesso, se voglio fare le domande a Mohamed, che guarda, io sto facendo delle piccole manovre molto semplici. Tani është duke bërë disa manovra që janë shumë të thjeshta në të neta dhe janë shumë të thjeshta që mund të mësojnë edhe të tjerët. Besoj që edhe studentët në New Generation ka një periudhë që i mësojnë këto, apo jo? Këtë pjesën. Po, kemi periudhë që mësojmë, jemi duke mësuar, mësojmë përsëri. Po. Vetëm të lutem, meti mikrofonin dhe mbash Po, më vërtet. pranë që të dëgjohet më mirë. Ok. Janë këto pjesët e gjendrave limfatike apo mu duk mua? La parte delle stazioni linfatiche oppure sembra fammi? No, qui stiamo trattando, questi sono dei punti neurovascolari. Këto janë pika neurovaskulare. Dei pulsanti che si vanno a stimolare. Le të themi janë si butona që ne shkojmë edhe ti stimulojmë. Si ha una risposta velocissima perché se adesso Ka një togliamo reagim të questo, shpejt, thot, sepse tani në qoftë se unë heq plastikun që është aty, perdonatemi, torniamo al nostro punto e andiamo a verificare dhe kthehemi com'è në pikën andata, tonë dhe shohim se si improvvisamente shkoi, qui si è sbloccato. do vini re që çuditërisht këtu është bllokua. Questo per un estetista è come dire apro i linfonodi, Kjo për një estetiste është si të thuash që po hap stacionet limfatike ose nyjet limfatike. apro il flusso della persona. Hap qarkullimin e personit. Adesso la signora può iniziare a lavorare su un'estetica reale. Se la tocco la Tani faccio meno zonja male, mund të punoj tani vërtet në një trajtim estetik, në qoftë se unë e prek thot i dhe më pak. e chiaramente mi sposto qui. Siamo in televisione, quindi noi ci siamo limitati a fare una lettura da vestiti. Tani, ne këtu jemi në televizion dhe normalisht jemi limituar të bëjmë një lexim të trupit veshur. Però molto probabilmente la signora sul lato destro Por me shumë mundësi zonja në krahun e djathtë avrà maggior problemi di ritenzione e circolatori. do ketë më shumë problematika të mbajtjes së ujit dhe qarkullimit të gjakut. Ed entriamo nel suo settore. Dhe në këtë rast futemi Se glielo në chiediamo, sektorin e lei ogni tanto ha dolore di schiena sul lato dhe destro. në qoftë se ne e pyesim, ajo ndoshta Possiamo chiedere. her pas here do ketë dhimbje në krahun e djathtë në mes. Ta Nuk e pyesim? di nëse ka mikrofon? Po. Mund t'i afrosh mikrofonin. Rina, në Tregoj, përgjithësi ke nëse dhimbje pyet- tek mesi? Tani apo më përpara? Në përgjithësi, ke dhimbje tek mesi? Përgjithësi po. Si, dice che di solito ha dei dolori. Quindi sono collegati. Pra janë të gjitha të lidhura Ora, të un dyja gjërat. estetista si deve limitare a lavorare sull'estetico, Pra një estetiste duhet të limitohet që të punojë në anën estetike. ma deve riuscire a capire dov'è il limite. Po duhet të arrijë të kuptojë se ku është limiti i saj. E questo progetto ha come obiettivo finale Dhe ky projekt ka si qëllim përfundim creare professionisti. që të krijojmë pikërisht È profesionistë. una frase importante questa, e io costruisco macchine e le vendo, Dhe kjo është një fjali shumë e rëndësishme. Non Unë shes crediate- prodhoj pajisje dhe i shes, che le macchine costose e i trattamenti costosi siano i migliori, mos mendoni se pajisjet më të kushtueshme dhe trajtimet më të kushtueshme janë më të mirat, ma quello che è migliore è il professionista por ai që është më i miri është che profesionisti. deve essere in grado di capire la Pra strada duhet të migliore. jetë ai që Që di ta duhet të përdor. jetë në gjendje të kuptojë strategjinë më të mirë për të punuar
te klienti. Dopo tante puntate dove abbiamo portato sempre macchine, Pas shumë takimesh ku kemi sjell vetëm pajisje, in realtà la chiave che apre la porta në të vërtetë çelësi që hap derën è questa, dove non ci sono macchine. është kjo që nuk ka Është pajisje. profesionalizmi conoscenza. që Quindi la professionalità. Sì. që arrin të menaxhoj Quindi riuscirà çdo person që shkon dhe për ta kuptuar se me capire çfarë ogni- makinerie duhet punohet Quindi tek ata fare l'esame persona. ad ogni cliente e capire che cosa Importante, bisogna sì. lavorare su di loro. Sì, sì, decisamente prima capire come muoversi. Sigurisht që është shumë e rëndësishme që të kuptojmë se si Perché duhet të lëvizim. succede qualcosa. Perché arsyeën ose shkakun pse ndodh diçka. Guai. Pak a shumë një kontroll 360 gradë, një lexim 360 gradë është Più o si meno ky që u una realizuar në lettura di studio. 360. Por me sa kuptova unë bëhet edhe më i theksuar normalisht pa roba, pa një pjesë prej robave. Pra e bëm të reduktuar këtu në studio. Sigurisht, për arsyet e kohës, normalisht dhe Po, È molto più normalisht, po. dettagliato. Adesso è studiato anche in funzione di un estetista, tani është studiuar edhe në funksion të një estetisteje, quindi con conoscenze e richieste su quelle che sono l'estetica. pra me njohuri dhe kërkesat që janë në fushën e Comunque si estetikës. riescono a livello, si riesce a creare sblocchi sul collo con semplicemente Por riflessologie me thjesht me refleksologji kemi mundësinë që të bëjmë zhbllokime. Potremmo stimolare semplicemente dei punti e dopo 10 minuti la signora dovrà andare in bagno a fare. Mund thjesht të Potreme. stimolojmë disa pika dhe pastaj mund të shohim që zonja mund të ndihet shumë më mirë. Shiko, mos mendoni që ju do mbaroni me këtë rubrikë dhe Non do pensate che ikni. voi finite con queste andate via. Kemi punë. Abbiamo aperto delle cose Veshët. da fare. Abbiamo aperto Si ishte ai dopo. kontrolli këtu te qafa. Përpara se të largohemi, do doja të bëja edhe një pyetje për Metin, si përfaqësues të studentëve të New Ametin. Generation. Keni periudhë provimesh tani me sa di, ë? Po, Keni edhe një kemi- provim shumë të rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm, provimi i Cideskos. Vetëm Është- mikrofonin pak më afër, të lutem. Po, kemi provimin e Cideskos, është shumë i rëndësishëm dhe i vështirë po ashtu. Kemi pjesëmarrje pedagogësh nga e gjithë bota dhe në rast se ja dalim të marrim Ta kaloni provimin, këtë provim. ajo diplomë na njihet në të gjithë botën, na hapen dyert në kudo që ne shkojmë. Shumë e rëndësishme kjo, një falënderim për New Generation, jo vetëm për bashkëpunimin që ka me EATN, por edhe për kontributin që jep për të rinë shqiptar për t'i bërë ata sa më profesionist të fushës, duke i trajnuar nga më të mirët e fushës. E ndërkohë, jemi me zonjën, të cilës ja lexuam disa Siamo con la gjëra, signora che abbiamo letto alcune cose. ja lexuam disa pika, disa Abbiamo capito problematika. alcune problematiche. Tani e di se çfarë makinerie duhet të përdorim. Sì, Potrebbe fare. non riusciamo a farlo qui adesso. Sigurisht që però nuk mund t'i bëjmë sapremo- Por një kemi protokoll puntata të të tjera. iniziare, E sì. atene continua. Vazhdon. L'effetto che il professionista ha sul cliente Efekti që ka një profesionist te è lo klienti stesso che puoi immaginare in questo momento qui. është i njëjti që ti mund t'imagjinosh në këtë Dai moment un'idea këtu. estremamente più competente. Ti jap një ide akoma që është më kompetent. Në rregull. Unë ju falenderoj shumë. Nuk e di nëse keni diçka për të Hai shtuar. qualcosa da aggiungere? Më thoni përpara se të bëjmë mbyllje. Prima di fare la chiusura. Devo fare una benedizione, no? Io quello no, il solito, la nostra missione è questa, formare gente, Jo, formare të njëjtën. professionisti. Thjesht ju rikujtoj që misioni Vabbè, jonë është që të all'inizio non li ndërtojmë portavamo. profesionistë. Në fillim ndoshta takimeve nuk i kemi sjell, Adesso ci teniamo ogni volta che ci presentiamo a portare pian piano. por për tani ka sta shumë iniziando a rëndësi lavorare thotë që con- avash të sjellim dhe sistemet që janë në bashkëpunim me studentët. E vërtet, po studentët ju zëvendësojnë një ditë, ë? Sì. Po. Shqyr, thuaj. Ju falenderoj shumë që ishit me ne këtu në studio. Do të vazhdojmë tani miq në një hapësirë tjetër. Linja shkon përsëri për Ivën.